Sot që flasim, autoriteti kombëtar i ushqimit duhet ishte në terren, duke ndjekur, duke gjurmuar importuesit e këtij produkti, edhe zinxhirin ku shpërndajnë miell, ku ja shesin miellin, cilat janë pizzeritë apo restorantet apo fatkeqësisht mund të jenë edhe furra buke her pas here, të cilat mund ta marrin këtë miell dhe e fusin në produkt. Pra, kjo për mua problem, edhe heshtja e deri tanishme aku, se vërtet, dakor, dogana është një segment që në fundit ka bërë punën e saj dhe e ka bllokuar. Por duhet jetë AKU më pas që duhet ndjeki gjurmëshmërinë. S'pari kush është kompania, masat penalizuese ndaj saj, për të parë nëse ka gjendje të tjera produkte të skaduara, pra miell, konkretisht picash dhe orizi, dhe ku janë shpërndarë, sepse këto produkte mund të jenë edhe në pizzeritë apo në restorantet e sotme, ose edhe në marketet të ripaketuara, pra nëse mielli vjen me thes i orizit, ata e paketojnë në ambalazhe më të vogla, 500 gramshe, 250 apo 1 kilogramshe, dhe prindrit e fëmijëve i blejnë patjetër.